Kosova ka nevojë më shumë për tash, për do të gjithë herë më fort, ose se për në fillim, do vitet e 90-ta, na trasur rrugën për njëje ndërkombëtare pikërisht nga Amerika dhe Europa. Tani, me gjithë ato të meta që janë duke ndodhur, me gjithë ato pasilitete në udhëheqjen e shtetit, në udhëheqjen e qeverisjes, me gjithë pasavizimin dhe gjitha prishjet miqësore me miq më të mëdhenj që në ditët më të vështira na kanë gjetë, tash ka nevojë më shumë sepse më shumë e din këta miq ndërkombëtar se LDK-ja është partia më serioze me njerëz më kredibël dhe din të udhëheq dhe din si të veprojë dhe si të koordinojë punë me mes ndërkombëtar. Programi është mjaft i mirë, mjaft i thënë dhe shumë i realizueshëm, sepse edhe kryetari Abdigjiku, edhe gjithë ekipi i tij dhe bashkëpunëtorët e tij janë njerëz profesionistë të fushave të ndryshme që mbulojnë gjithë nevojat e Republikës Kosovës dhe din çka veprojnë, din çka bëjnë dhe din çfarë prioritete ka nevojë Kosova tash e të gjë. A come goja me rujt elektorat e shkurt të këtij vit? Apo ka me pasur vit javë?